Atëherë, përshëndetje edhe një herë. Siç e pat, kryesuesi i seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ, në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike, nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë paraparë një situatë se çka ndodh në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me I verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Pra ne do t'jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato. A do t'jetë një komision I ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjell në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për të gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për t'i kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Kusari Lila. Faleminderit, zonja Gjiu, të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më I lartë I shtetit, organi legjislativ Kuvendi I Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces I thjesht I votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizjave të vendosje me partnerët e vet ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur ta vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të Kuvendit dhe organeve të Kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi I institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi I qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi I partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk I kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë, dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një bllokat të thjeshtë
të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në 2 çështje që ju tregoj se sa larg shkon themi zelli i tyre për të bllokuar në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat naftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion të natyrës tjetër, është absurde ti thonë zoti Dehari kryesuesi të seancës ti nuk je drejt naftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimin, si të procedojmë tutje. Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë s'kemi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në kuvend ose që rrëzohet në kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe një herë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues mblidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Ata atë e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin. Është shumë i qartë ligji mbi qeverinë, i cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të iniciojë emërime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabime të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia e kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë të tjerëve që janë në listë pas tyre.